Para 3 vjetësh e gjysmë të thoje që Ukraina e ka provokuar luftën me atë që ka bërë në Donbas për 8 vjet me radhë, ishte teori konspiracioni. Ishte teori konspiracioni gjithashtu të thoje që Putin kërkonte bashkëpunim me Europën dhe me NATO-n dhe nuk kërkonte luftë. Ishte teori konspiracioni të thoje edhe që në terren, pra në fushë betejë, Rusia po përparon dhe do të vazhdojë të përparojë derisa të dojë për shkak të epërsisë së fortë ushtarake që ka ndaj Ukrainës. Ndërkohë që von der Leyen atëherë thoshte ushtria ruse nuk ka më procesor për pajisjet e tyre ushtarake, po i vjedhin nëpër lavatriçe dhe nëpër frigorifer. Po thoshte që 75% e prodhimit të makinave është mbyllur, që avionët e Aeroflotit nuk ngrihen nga toka sepse nuk kanë pjesë këmbimi. Që ishte sakatuar i gjithë sektori financiar në Rusi për shkak të bllokimit të transfertave ndërkombëtare, nxjerrjesh nga sistemi SWIFT që kishte bërë Europa. Ndërsa pas 3 vjetësh Europa ngrihet dhe thotë na duhen $800 miliardë për të armatosur për të përballuar Rusinë. Çfarë ndodhi gjatë këtyre 3 viteve? Ku vajtën këto pretendim procesor të vjedhur? Ajo që ndodhi gjatë këtyre 3 viteve është ajo që Goebbelsi do ta kishte zili. Pra, ka arritur propaganda që ata bën për 3 vite, pra një propagandë për të fshehur realitetin e asaj çfarë ndodhte dhe asaj çfarë ishte në të vërtetë Rusia, një realitet të cilët ata e dinin se cili ishte. Por ideja e tyre ishte që t'ia fshinin të realitet pjesës të popullatës të cilën ata e menaxhojnë. Pra fondet e cilët ata menaxhojnë, jetat e cilëve ata menaxhojnë, pra jetët tona. Dhe ky është gjithë qëllimi dhe e arritën këtë gjë për këto 3 vjet e gjysmë, për këto 3 vjet në një propagandë të tillë, e them një herë që Goebbelsi do ta kishte zili se ku ka mbritur propaganda që ai propagandonte, pra një të tillë. Dhe po të shikojmë, gjithkush mund të kthehet në retrospektiv sot dhe të hyjë dhe të shohë ato paraqitjet dhe deklaratat për çdo vit, Putini dilte para Dumës ruse dhe çdo vit në janar jepte një flalim dhe tregonte të arriturat e Rusisë. Dhe për çdo vit, të arriturat e tyre ushtarake dhe industriale ishin për çdo vit në rritje, pra janë publike të bëra. Është publik në sasia numri i raketave, armatimeve që prodhonin, i gjërave të reja, pra gjithçka është publike. Dhe çfarë u bë? Kjo u mbulua dhe na u tha që neve jemi më të fortët, neve jemi më të mirët, pra ata janë të humbur për të financuar një luftë e cila lindi si pasojë e mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve që u thatë, të drejtave të atyre qytetarëve që ju shkelën të drejtat e tyre, pra e provokuar totalisht, dhe po këtë duhet ta shisim si një demokraci, pra neve kemi të drejtë, sepse në aspektin që ne mendojmë, në këtë pseudo-demokracinë, se kjo nuk është demokraci, ne jetojmë në një autoritarizëm të cilën na e kanë shitur si demokraci. Dhe ky autoritarizëm do të na thotë që çdo gjë që bëjmë neve është e drejtë, çdo gjë që bëjnë ata që nuk janë me neve nuk është e drejtë. Pra, çdo gjë që ti e shef, që nuk bëhet me ata që neve nuk i kemi miq, nuk i kemi ashtu, pra nuk i kemi fis me neve, nuk janë me neve, është e gabuar, ata janë të këqit, kurse ne jemi të mirët. Pra, shiko, niveli infantil i kësaj shoqërie që ata ngritën, i këtij mendimi që ngritën në këtë shoqërinë tonë në këto 3 vitet e fundit, është një nivel infantil, i miri dhe i keqi. Sepse ti si do ja shpjegosh një fëmijë 6 vjeçar, që sa po ka arritur të fillojë, ti ja shpjegon kush është i miri, kush është i keqi. Dhe fëmia të pyet e bën, cili është i miri dhe cili është i keqi. Dhe ata e trajtuan një shoqëri të tërë evropiane si fëmijë, pra duke thënë që ne jemi të mirët, ata janë të këqij.